Mirë se vini përsëri në ditën e 7 nga 7 ditët e qetësisë. Pra, sot kemi një ushtrim emocionues. Arsyeja është se ne do të integrojmë gjithçka që kemi mësuar deri më tani. Kjo përfshin praktikimin e teknikave të frymarrjes së ndërgjegjshme me përqendrim të fortë, njohjen e tërheqjes së shpërqendrimit dhe kthimin në të tashmen. Ne gjithashtu do të zgjerojmë një koncept të fundit të ndërgjegjësimit, vedijen. Sot, në praktikën tonë të meditimit, ne do të përqendrohemi në vetëdijsimin e ndjesive në trupin tonë. Për të filluar, gjeni një pozicion të rehatshëm, mbështetni duart butësisht në gjunjë ose mbajeni butësisht në prehër dhe mbyllni sytë. Mbani pjesën e sipërme të trupit drejt në një pozitë që lejon frymarrjen të rrjedhë, lehtë dhe pa pengesa. Lejoni që fytyra dhe gjoksi juaj të jenë të butë. Merrni disa frymarrje të thella dhe vendosuni të vedisoheni për trupin tuaj. Ndjeni frymën tuaj duke rrjedhur brenda dhe jashtë në zonat e gjoksit, barkut ose të hundës. Vëzhgojeni frymarrjen me vetdije teksa ajo hyn dhe del nga trupi juaj. Merrni frymë dhe lirojeni atë. Tani, le ta zhvendosim vetdijen tonë nga frymarrja në ndjesi. Filloni duke skanuar trupin tuaj nga lart poshtë. Lëvizni nga koka, në fytyrë, qafë, në shpatulla, gjoks dhe bark. Pjesën e sipërme dhe të poshtme të shpinës. Krahun tuaj të majtë dhe krahun e djathtë. Këmbën e majtë dhe këmbën e djathtë. Skanoni ngadalë duke lëvizur vëmendjen tuaj nga një pjesë në tjetrën, duke vërejtur çdo ndjesi që ndjeni gjatë rrugës. Ju mund të vini re se pjesë të trupit tuaj ndihen të rënda ose të lehta, të nxehta ose të ftohta. Mund të ketë një ndjesi shpimi gjilpërash ose kruajtje, një ndjesi pulsimi ose ndjesi relaksuese. Çfarë do që ndjeni është mirë. Thjesht, vini re çdo gjë që vjen në fushën tuaj të vetdijes. Ju mund të zbuloni se në pjesë të caktuara të trupit tuaj nuk keni as pak ndjesi. Nëse nuk keni as pak ndjesi, është në rregull.
është e rëndësishme të jeni i vetëdijshëm për ato që ju rrethojnë. Ndoshta ju mendoni se diçka po ju pengon në dhomë. Thjesht pranojeni atë, pa reaguar menjëherë ndaj saj. Mundohuni të mos etiketoni atë që vini re. Thjesht vëzhgojeni atë pa gjykim. Gëzoni gjendjen e vetdijes pa përpjekje. Kur mendja shpërqendrohet nga mendimi, është në rregull. Kur tërhiqeni nga ndjesia, thjesht vini re atë. Nëse vëzhgoni emocione të forta, thjesht qëndroni të vetëdijshëm. Nëse shpërqendrimet ndërpresin praktikën tuaj, nuk do të thotë që po e bëni gabim. Është pjesë e praktikës që kjo të ndodhë. Edhe pas meditimit për vite, kjo do të ndodhë. E vetmja gjë që ka rëndësi, është që ju të sillni vetdijen e durimit, jo gjykues, për atë që po ndodh. Praktikoni të punoni me mendimet dhe emocionet tuaja në të njëjtën mënyrë që punoni me ndjesitë. Sa më shumë që jemi të vetëdijshëm për jetën tonë, aq më shumë jemi në gjendje të shohim se mund të formojmë atë. Kur i zbatojmë praktikat e ndërgjegjësimit, e kaluara nuk ka pse të diktojë të ardhmen tonë. Ne mund të dalim jashtë zonës së rehatisë, të bëjmë zgjedhje të reja dhe të ndërmarrim veprime të reja. Me vetdije, rruga përpara është e jona ta krijojmë. Kështu që, ndërsa mbaron ushtrimi, lëvizni butësisht kishtat e duarve dhe këmbëve, duke e kthyer vëmendjen tuaj në dhomë. Vini re se si mendja dhe trupi juaj ndihen, pasi keni qëndruar në gjendje të vetëdijshme. Urime për përfundimin e 7 ditëve të qetësisë, një program prezantues i ndërgjegjësimit. Tani që keni filluar, çelësi i progresit është që të vazhdoni praktikën tuaj. Sa më gjatë që qëndroni me të, aq më lehtë do të bëhet dhe do të vini re më shumë përfitime çdo ditë. Shpresoj të keni shijuar pjesëmarrjen në 7 ditët e qetësisë.